Mos kopjo. Nga Ebu Hurejra, radiallahu anhu, transmetohet se Muhamedi alayhi salam ka thënë: nuk është prej nesh ai që na mashtron. Kjo shprehje tregon për ndalesën e mashtrimit në përgjithësi. Kopjimi në prodhime ngërthen në vetvete disa dëme dhe mëkate, siç janë: 1. Marrja e asaj që nuk i takon, pra diploma. 2. Ngrënia e pasurisë pa të drejtë në momentin që punon me atë diplomë. 3. Dëmtimi i posteve, administratës dhe specializimeve për shkak të mos kualifikimit të drejtë. 4. Përfshirja në rishfet dhe hyrja në mallkimin në momentin kur kopjuesi jep pasuri për t'u lehtësuar rruga e kopjimit. Është obligim për atë i cili është sprovuar me kopjim që të pendohet tek Allahu dhe të mos kthehet asnjëherë në atë vepër të shëmtuar. Allahu e di më së miri.